të konstituohen edhe të mundohemi të nxëm hapin me gjitha proceset. Për shembull, vetëm e përmend kemi Këshillin e Evropës që bëhet mbledhja plenare në maj dikur dhe unë mendoj që kjo është një prej mundësive të fundit kur Kosova mundet me synu antarësimin. Nëse edhe këtë mundësi humbim, atë do të jetë shumë ma problem pastaj. Aty patëm një zhvillim negativ në aspektin e statusit Kosovës në Komitetin për Politikë së fundmi në Këshill të Evropës, po megjithatë a besoni që brenda pranverës të kryhen këto procedurat, kemi institucione të reja? Unë shpresoj, tash nëse nisim me pyetje kaluarës, për një moment do të jetë vështirë që të kemi shumë shpejt në shtat themelim të qeverisë. Megjithatë unë uroj edhe shpresoj që do të kemi shumë shpejt themelim të qeverisë. Normalisht është shumë reale dhe e pritshme që me marrë kohë negociatat dhe diskutime çfarë do të jenë ato. Megjithatë ekzistojnë modalitetet, ekzistojnë mundësitë, edhe sistemi jonë pra jep mundësinë gjitha akterëve që me bashkëpunu edhe me e bërë një farë shumice të thjesht përmes të cilës do të mundemi me... Po, këtu janë dy skenarë në tavolinë aktualisht. Vetëvendosje me një parti opozitare ose disa deputet të krahu tjetër politik, ose partit opozitare bashk për të themelu një shumicë parlamentare. Cilat do që tjetë? Cilat besoni se duhet jenë prioritetet edhe punë që e presin pushtetin e ri pas zgjedhjeve të nënë shkurtit? Po, cilat do që tjetë prioritetet kryesore duhet jenë që ne të fokusohemi veçanërisht në procesin e integrimit evropian, ku Kosova hala është nër masa të BE-s. Edhe në këtë drejtim do që qeveria arshme të ketë shumë kujdes, që të bashkëndoj çdo veprim me institucionet e BE-s, me zyrën e BE-s këtu, po edhe me Brukselin, për shkak se pavarësisht tash nivelin morale janë drejta ose jo të drejta masat që janë vendos, ne jemi duke i vujtë të masa, e veçanërisht tash pas zhvillimeve të fundit me USAID-in Amerikan, ne do të kemi shumë nevojë që me pas përkrahjen e fondeve të IPA-s, të cilat janë të domosdoshme, kisha me thonë, për Republikën e Kosovës. Është shumë e rëndësi që me arrit me kuptu qeveria arshme se në çfarë rrethana gjendemi dhe çka po ndodh nëpër botë, pra mos me shiku ndështërisht raportin brenda Kosovës, po me pas edhe nivel global si çka është duke ndodhur, domethënë krejt ky rirrashtimi ose rindryshimi i rendit global që po ndikon shumë. BE-ja nuk është e njëjta që ka qenë. Shtetet e Bashkuara nuk janë të njëjtit që kanë qenë, asnjë prej partnerëve ta nuk janë të njëjtit që kanë qenë më herët. Edhe ne duhet me e kuptu edhe me e pranu këtë realitet të ri edhe me pa se si mundemi me lëviz tutje. Mendoj që ka me qenë shumë sfidë për sesën qeveri që do të jetë në mandatin e ardhshëm, pikërisht për